Tenderat e rindërtimit në Durrës vazhdojnë të ndahen me një grusht të biznesmenësh të lidhur me qeverinë dhe me kryebashkiaken Emiriana Sako. Ndërkaq procesi duket larg përfundimit. Pazaret mbulohen me propagandë, premtime, zvarritje, fushata dhe mashtrime. Kjo situatë u ka kthyer rrjetën në ferr banorëve të prekur nga tërmeti. Ata presin prej 7 vjetësh në banesa me qira me bonus ose pas një lloj ndihme, madje dhe pas një lloj strehe. Parat arkëtohen në llogaritë private, ndërsa qytetarët shohin vetëm statistikat. E tillë është gjendja edhe për të prekurit nga tërmeti në lagjen numër 5 në Durrës. Nga momenti i fatkeqësisë deri në mars 2023, bonusi është financuar nga Ministria e Financave. Pas këtij muaji, financimi është ndërprerë dhe bashkia nuk ka patur mundësi buxhetore për ta vijuar. Fondet janë orientuar drejt përfundimit të objekteve për të mundësuar dorëzimin e banesave. Së fundmi janë biznesmenët Astrid Gjikondaj dhe dashnori Nanaj, që kanë marrë në dorë një kontratë afro 5 miliard lekë për një pallat të dëmtuar në lagjen 5 në Durrës. Tenderi përfituar prej tyre është një model korrupsioni. Skema është dizajnuar nga kryeministri Rama me një vendim të posaçëm dhe i manipuluar në mënyrë të sofistikuar, në rastin konkret nga vartësit e Emiriana Sakos dhe Komisioni i Prokurimit Publik. Bashkia Durrës për këtë projekt ka përdorur procedurën e prokurimit të llojit tenderi kufizuar. Me fjalë të tjera, fondi u jepet pagar klientëve të kryetares Sako. Më konkretisht, objekti i kontratës është rindërtimi i godinës numër 32, rruga Teodor Rupi. Vlera e përafërt e kontratës së nënshkruar më 8 shkurt 2026 është mbi 5 miliard lekë pa TVSH. Sipas dokumenteve, riparimi i pallatit do të marrë 2 vjet, por dihet se si zbariten punët publike. Prandaj ky nuk është në një afat i mirëqen. Fitues është shpallur Bashkimi i Operatorëve ASI 2AKO SHPK me pronar Astrid Gjikondaj dhe Zdrava SHPK administruar nga dashnori Nanaj. Tenderi ka nisur më 19 shtator 2025 dhe ka vijuar me një manipulim në prapasken që synon jo vetëm krijimin e situatës false të konkurrencës mes pjesëmarrësve, por edhe për ta ndarë vendimarrjen me KPP-n. Dihet se ky institucion pas shkarkimit nga SPAK të ish drejtorit Jonaid Myzyri drejtohet formalisht nga një nënkryetar, por është në mbarësinë direkte të kryeministrit Rama. Ky i fundit ka premtuar që ta shkrijë KPP-n dhe t'ia kalojë ndarjen e tenderave ministres virtuale diellës. Në datën 19 shtator 2025 në sistemin e prokurimeve elektronike është publikuar procedura e prokurimit tender i kufizuar me objekt rindërtimin e godinës 32 rruga Teodor Rupi me fond limit afro 5 miliard lekë të reja pa TVSH. Emiriana Sako e tronditur nga hetimet e SPAK ka kryer një manovër që e ka ndarë përgjegjësinë e vendimit me KPP-n. Kështu, në mënyrë të çuditshme, në datën 29 shtator 2025, Komisioni i Bashkisë, qysh në fazën e shprehjes së interesit, i ka skualifikuar të gjitha kompanitë, pra firmat që i ka ftuar vetë në procedurën e kufizuar, i shpallë të skualifikuara. Këtu nis loja. Nga dokumentet konstatohet se kanë shprehur interesin këto operator ekonomik, Bashkimi i firmave Lis Construction SHPK dhe Vinet Construction SHPK, Lazo SHPK, Bashkimi i kompanive Inerti SHPK dhe Ed Construction SHPK, si dhe Bashkimi i Operatorëve ASI 2AKO SHPK dhe Zdrava SHPK. Në datën 13 tetor 2025, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomik mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, ku secili rezultoni skualifikuar për çdo pjesëmarrës renditen problemet me mungesat në dokumentacion. Në fakt, të gjitha janë kompani që kanë fituar rregullisht tendera nga kjo bashki. 2 nga pjesëmarrësit janë ankuar menjëherë në KPP. Në datën 16 tetor 2025, Komisioni i Prokurimit Publik merr vendimin tjetër akoma më të çuditshëm, pezullim i tenderit të kufizuar. Praktikisht, të pezullosh procedurën që është pezulluar nga vetë Komisioni i Bashkisë do të thotë rihapje tenderit me të njëjtët pjesëmarrës, e drejta do të ishte të rishpallej tenderi në Agjencinë e Prokurimit Publik. Vendimi në vetvete është detyrimi i Bashkisë Durrës të shpallë fitues njërin pjesëmarrës. Më pas, më 23 tetor 2025, Komisioni i Prokurimit Publik vendosi të pranoj pjesërisht ankesën e Bashkimit Lis Construction SHPK, Vinet Construction SHPK dhe Lazo SHPK, të pranoj ankesën e BOE ASI 2AKO SHPK dhe Zdrava SHPK. Bashkia Durrës të kryej rivlerësimin e procedurës së prokurimit. Siç vihet re, në vendim bëhet edhe një renditje ku njëri operatori pranohet ankesa plotësisht ndërsa tjetrit pjesërisht. Në 4 nëntor 2025, Bashkia Durrës bën sërish vlerësimin e ofertave dhe të dy operatorët ekonomik skualifikohen. Vendimi argumentohet me mungesat e konstatuara në personel dhe dokumente.
Të nesërmen nisi prap loja në KPP. Nëpërmjet sistemit të ankesave elektronike pranë Komisionit të Prokurimit Publik, është administruar ankesa e bashkimit ASI 2AK SHPK dhe Zdrava SHPK, që kundërshton skualifikimin. Operatori tjetër ka hapur krahun dhe nuk është ankuar për herë të dytë. Sërish pezullimi i tenderit pazari vazhdon në Tiranë dhe më 13 nëntor 2025 merret vendimi final për rivlerësimin e ofertës së bashkimit të firmave të Dashnor Sinanajt dhe Astrid Gjikondajt. Tashmë pas 2 vendimeve, bashkia u gjendet detyruar të shpallë fitues 2 biznesmenët. Lidhur me tenderin, ka dyshime se pjesëmarrësit janë në marrëveshje me njëri tjetrin dhe me Emiriana Sakon. Kjo bazohet në faktin se protagonistët janë partner biznesi me njëri tjetrin. Kështu palatjetër që u tërhoq në fillim të tenderit, kompania Ede Construction ka qenë bashkë me ASI 2AK SHPK në një tender të shoqërisë rajonale ujësjellës kanalizime Elbasan SHA. Kontrata e firmosur më 27 janar 2025 me vlerë afro 2.8 miliard lek është marrë në mungesë konkurrence. Tenderi është zhvilluar me vetëm një pjesëmarrës që është bashkimi këtyre firmave dhe për këtë arsye është shënuar nga Open Data Albania me flamur të kuq korrupsioni. Po ashtu edhe kompania tjetër e palës kundërshtare në këtë tender, Inerti SHPK, është partner e vjetër me kompaninë fituese Zdravo SHPK. Sillim këtu në vëmendje një tender të madh të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, që i është dhënë në 8 qershor 2020 bashkimit të Inerti SHPK dhe Zdravo SHPK. Bëhet fjalë për fondin e programit të rindërtimit. Tenderi ka si objekt rindërtimin e shkollave, shkolla nëntëvjeçare plus parashkollor dhe rindërtimin e objektit të ri me 4 kate mbi tokë të shkollës së mesme profesionale 26 mars, si njësia administrative Helmës të Bashkisë Kavaj. Kjo është një kontratë me vlerë afro 2.1 miliard lek, e cila është marrë me flamur të kuq që sinjalizon riskun e korrupsionit. Megjithse tërmeti ka rënë para 7 viteve, kontraktimet për tenderat e rindërtimit po bëhen anashkalim me ligjin e prokurimit. Kryeministri Rama firmosi në atë kohë akti normativ ligjin 97/2019, i cili hyri në fuqi si mas emergjenze për fatkeqësitë natyrore nga qeveria dhe vazhdon të mbetet në fuqi. Nëpërmjet këtyre procedurave ligjore, qeveria shqiptare i jep tenderat me procedurë të kufizuar, por në të njëjtën kohë kufizon konkurrencën. Sipas Open Data, ky akt krijon kushtet për klientelizëm dhe korrupsion. Kontraktimet e programit të rindërtimit nga bashkitë në vitet 2020-2023 përmes aktit të mësipërm arritën në total 59.08 miliard lek, ndërsa nga Fondi Shqiptar për Zhvillim në vlerën 32.76 miliard lek. Rreth 22% e vlerave të kontratave të rindërtimit janë fituar nga 10 biznese, ndërsa 30 të parët kanë marrë 42% të vlerës. Mes këtyre kompanive të privilegjuara është dhe Zdravo SHPK e Dashnor Sinanajt, që renditet e 13 për vlerën e përfituar. Pra, kryebashkia Akia Sako për rindërtimin e pallatit ka vazhduar të njëjtën skem që është miratuar nga lart me të njëjtët personazhe.